Na arsyetën se diabeti është një sëmundje me karakter gjenetik, e pashërueshme dhe me përkeqësim të vazhdueshëm gjatë gjithë jetës, e cila të shkon deri në vdekje. Por nuk është e vërtet, është plotësisht i shërueshëm. Diabeti ka rreth 70 vjet i cili mjekohet me ilaçe, me lloj ilaçes, por asnjë nuk shërohet. Por aman, lajmi i mirë është që ka të paktën rreth 10 vjet në të cilën diabeti arrin të shërohet edhe pa mjekim ose me një alternativë të lehtë të mjekimit të diabetit. Përshëndetje miq, unë jam Vali, ky kanal quhet Mjeku im. Ju lutem konsultoni me mjekun tuaj të familjes atë specialist për çdo problem tuaj shëndetësor. Unë jam thjesht për t'ju dhënë një informacion, për t'ju bërë sa më të thjesht, sa më të kuptueshme. Janë ca video edukative dhe informuese mbi shëndetin tuaj. Kush janë arsyet ose kush është diagnoza e cila shkakton ose me të cilën mjeku arrin të diagnostikojë diabetin tipit të dytë. Diabeti tipit të dytë diagnostikohet në bazë të analizave laboratorike. Pra, e para është kur maset sheqeri në gjak esët, siç u thash në videon e kaluar, dhe kur ky sheqer është më shumë se 120 mg për decilitër. Po ashtu përdoret prova e sheqerit që jepet pacientit rreth 75 mg sheqer, i tretur në ujë sigurisht. Matet sheqeri para se të jepet kjo mas, dhe pastaj matet sheqeri 1 orë, 2 orë më mbrapa. Kur nëse sheqeri para marrjes së sheqerit, kur niveli i sheqerit në gjak duhet të jetë më pak se 90 mg për decilitër, 1 orë pas marrjes së sheqerit duhet të jetë më pak se 180 dhe 2 orë duhet të jetë më pak se 140 mg për decilitër. Gjithashtu vlerë shumë të madhe ka ajo që quhet hemoglobina e glukozuar, HbA1c, e cila nëse është më shumë se 6.5%. Këtu keni parasysh çfarë është hemoglobina e glukozuar. Është sa sheqer ngjitet me eritrocitet, me ruazet e kuqe të gjakut. Dhe kjo matet në laborator. Keni parasysh që eritrocitet ose ruazet e kuqe të gjakut jetojnë rreth 100-110 ditë dhe kjo analizë nuk mund të bëhet shpesh, do bëhet të paktën një herë në 3 muaj ose një herë në 4. Më saktë është një herë në 4 muaj ose një herë në muaj, 3 muaj e gjysmë të paktën. Sepse kjo është gjetësia e eritrociteve ose ruazave të kuqe të gjakut. Gjithashtu është një matje e çfarëdoshme e prapë sheqerit, e cila nuk ka lidhje me analizën ose me sheqerin, edhe e cila duhet dalë më shumë se 200 mg për decilitër. Siç ju thash, për punën e sheqerit në gjak, ne në gjakun ton ose në gjithë qarkullimin në 5 litër gjakut që kemi në trupin ton, nuk kemi nevojë për më shumë se 5 gram sheqer, që është një lugë çaji, e tham videon e kaluar. Çdo vlerë mbi këtë lugë çaj sheqer që na duhet në gjakun ton, konsiderohet alarm ose toksike, helmuese për trurin. Kjo është arsyeja që truri nxjerr atë insulinë e famshme, siç u thash, nga pankreasi, dhe krijon gjithë atë reakcion për të hequr sheqerin nga gjaku dhe për ta futur në qeliza ku mund të mundet. Pra nëse e ndoqët videon e kaluar sepse është shumë e rëndësishme, prandaj videon e dytë, e cila flet për rezistencën ndaj insulinës, shpjegon gjithë mekanizmin e të gjithë sëmundjeve të sindromit metabolik. Po keni parasysh atë, po mbani të mend që 5 gram sheqer na duhet në gjakun tonë dhe gjithçka tjetër krijon këtë reaksionin e sëmundjeve metabolike. Pra ne duhet kemi parasysh që nuk kemi nevojë për sheqer nga jashtë. Gjithçka që marrim, trupi jon lufton jashtëzakonisht shumë dhe që ta heqë qafe nga gjaku dhe ta fusi në kudo në përqeliza ku të mundet. Pasojat e diabetit do manifestohen me komplikacione të shumta në trupin ton, me kalimin e kohës. Më të rënda nga të cilat janë sëmundjet e zemrës, mund të kemi rreth 60% e personave që janë diabet vdesin me infarkt të zemre. E dyta është stroke ose infarkti në tru ose hemoragjia cerebrale ose trombi në tru në fakt. Kemi sëmundje të veshkave deri në dështim të veshkës, mos funksionim total të veshkës dhe që shkakton prapë vdekje. Kemi Alzheimer ose në tru, demencën e famshme, kemi probleme të shikimit, kemi probleme të dëgjimit, janë lidhen shumë probleme
të nervore ose të psikiatrike me këta. Ja problemet e higjienës së gojës, me goxha probleme në dhëmb. Kemi atë që quhet këmba diabetike ose gangren të këmbës ose të gishtave. Zakonisht doktori mund të rekomandoj prerje të gishtave ose këmbëve sepse do ato kanë dalë, po thua se janë infektuar në mënyrë të tillë, janë të gangrenizuara. Mund të kemi problemet në kockave, humbjen e materialit dash proteinik, ashtu edhe mineralit kockor. Dhe mund të kemi edhe sigurisht dëmtim të nervave, që është ajo që quhet neuropati. Siç e shikoni edhe në grafik, dikur diabeti i lidhur dhe bashkë me obezitetin kanë qenë jashtëzakonisht të rralla. Nëse dikur ka qenë një i shëndosh në 30, sot është 1/3, me fjalë, raporti është 10 herë më i madh. Dhe nëse dikur kishte 1/50.000 banor mund ta kishte diabetik, sot kemi 1/9 pacient, dhe është një numër jashtëzakonisht i madh. Siç e shikoni në grafik, kjo lidhje ndërmjet insulinës edhe sheqerit, si që thash, kjo është veprimi më i rëndësishëm i insulinës në trupin tonë, të heqë sheqerin, këtë helëm nga gjaku jon, këtë toksicitet nga gjaku jon. Dhe po ta shikoni, dhe siç e shikoni grafikun, shikoni parasysh glukoza e cila vazhdon të rri e ulët, pikërisht sepse insulina ngrihet jashtëzakonisht shumë. Pra insulina kompenson, trupi jon kompenson aq sa mundet për të futur, për të hequr sheqerin nga gjaku. Por arrin një farë kohë dhe si e shikoni grafiku, insulina bie dhe sheqeri ngrihet jashtëzakonisht shumë. Pra, kemi krijuar insulin resistance, qelizat nuk pranojnë më, sheqeri rritet, insulina e rritur në gjak, krijon më shumë insulin resistance dhe sheqeri vazhdon të rritet në gjak derisa arrin në ato vlera jashtëzakonisht shumë të larta, që shikoni edhe në këtë grafik. Është shumë i rëndësishëm ky grafik për të mbajtur mend, sepse ky tregon atë arsyen pse ne nuk diagnostikohemi 10 ose 15 vjet më para me diabet, ose pse nuk quhet diabet deri në 10-15 vjet para, sepse sheqeri del normal, por insulina është në nivelet shumë të larta. Megjithatë, ka një diçka për shkak të, kur të flasim për mjekimin, po të shikoni insulinën, insulina përsëri se bie, është prap më shumë se sa duhet të ishte në normë. Pra ne prap kemi insulinë të lartë. Thjesht insulina nuk punon, nuk kryen punën e tij sepse kemi rezistencë ndaj insulinës. Dhe kjo është një nga problemet kur flasim për mjekimin e insulinës, është sepse mjekimi synon vetëm sheqerin. Shkaku nuk është sheqeri, shkaku është rezistenca ndaj insulinës, dhe dohon aty duhet të fokusohemi, edhe për atë do flasim për të mjekuar. Keni parasysh diçka, kur ham ushqimet tona përbëhen prej shumë karbohidratesh. Nuk flasim për sheqerin e tavolinës, pra nuk është se me diabet sëmuri ai që ha sheqer nga kutia ose nga pustinat e sheqerit. Po ushqimi me karbohidrate, një fetbuk e hollë ka rreth 5 lugë sheqer. Lugë çaj, po flasim gjithmonë për lugë çaj, që ta mbaj mend kollaj. Një tas me oriz ka 15 lugë sheqer. Një racion me patate ka rreth 6 lugë sheqer, edhe një pjatë me makarona ka 14 lugë sheqer. Pra keni parasysh diçka, nga një lugë sheqer që ne na duhet në gjakun ton, të cilën prap ne nuk kemi nevojë ta marrim nga jashtë, e prodhon mbëlçia, ne marrim rreth 14 ose 15 vetëm me një vafë të ngrënie. Sikur edhe boshti e trupi, një do ta përdorim për në gjak, 14 të tjera ose 13 të tjera do i depozitoj si dhjam. Po them 15 lugë sheqer është 75 gram. Edhe 75 gram do depozitohet në çdo vafë. Nëse ne ham 3 në ditë me këtë lloj mënyre, me fjalë rreth 200 gram në ditë të hënë ti mund të shtosh dhjam. Pavarësisht se gjatë natës një pjesë e tij shkrihet, gjatë mëngjesit ju tipti prapje në ngrënie të shpeshtë, siç u thash, në të njëjtën lloj mënyre, dhe kjo peshë të shtohet, rezistenca ndaj insulinës do rritet, dhe ky është ai cikli ose ai feedbacki pozitiv që, siç u thash, është negativ. Kush janë mjekimet tradicionale ose konvencionale që përdoren sot në mjeksi? E para dhe më e shpeshta që përdoret është metformina. Metformina është ilaç i cili është provuar, i cili jep efekt.
jep goxha efekt në trupin në pacientët me diabet. Sa për kuriozitet, metformina jepet edhe te pacientët femra, të cilat kanë ovarin policistik dhe të cilat duan që të ngelen në shtatsan. Si vepron metformina? Metformina zakonisht fillohet me 500 mg në ditë, pas pak ditësh shtohet një 500 mg shtetër, bëhet 1000 mg, dhe synimi është që në pak a shumë pas një jave e gjysmë ose 2 javësh, doza të arrijë atë 2000 mg ose 2 gram në ditë. Si vepron? Ajo thjesht vepron në mitokondri, në fakt, brenda qelizës. Brenda qelizës në një farë mënyrë ul funksionin ndërmjet mitokondres dhe energjisë që prodhohet. Me fjalë, jep një sinjal të gënjeshtër të trupit të qelizës, domethënë që nuk ka energji dhe qeliza pranon më shumë glukozë nga jashtë. Bëhet më shumë insulin e ndjeshme ndaj insulinës, që quhet insulin sensitivity. Pra siç kemi insulin resistance, kemi edhe insulin sensitivity. Problemi i metforminës është se ai mund të japi probleme me përthithjen e vitaminës B12 që është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, krijon goxha acide laktike, si dhe mund të japi probleme me traktin digestiv, diare, zakonisht më e shpeshta është diarea. Ilaç tjetër i dytë që përdoret në këta persona është sulfanilurea. Janë disa ilaçe, gulburide, gilmipride, gilcipride. Këto janë emra, unë zakonisht nuk i mbaj mend këto emra, me fjalë, po mjekët i rekomandojnë sipas preferencave të tyre, me fjalë. Merren nga goja, me fjalë. Veprimi i sulfanilures vepron tek pankreasi, ke qelizat beta të pankreasit. Kemi parasysh qelizat beta të pankreasit prodhojnë insulin për neve në mënyrë natyrale. Sulfanilurea shkon dhe shtryth më tepër ose sforcon këto qeliza beta që të nxjerrin më shumë insulin, që në mënyrë që kjo insulin e tepërt në gjak të heqë më shumë sheqer. Por siç u thash, ne kemi shumë insulin në gjak. Nuk është problemi se nuk kemi insulin. Problemi është që insulina nuk punon, sepse kemi rezistencë të insulinës. Kjo insulin e lartë do arritë të shpëtoj për një farë kohë duke futur sheqerin në pjesë ku nuk duhet, siç e thash, duke krijuar ato dëmet e tmerrshme, ndash në dhjamin visceral, brenda në mëlçi, brenda në pankreas, në muskujt e zemrës ose në muskujt skeletal të trupit. Tjetër, kemi këto ilaçet që quhen SGL2 inhibitor, canaglizofin, dapaglizofin, nuk e di nga i gjen këto emra, me fjalë kaq keq është për të gjetur emra, sa më të gatruar emrat, me fjalë aq më konfuzitet krijohet, ndaç për mjekun, ndaç për pacientin, me fjalë. Ato thjesht, si më thënë, përthithin zakonisht hormonit në veshk, sheqeri kalon në përca laqe brenda veshkës, prandaj ka metabolizëm jashtëzakonisht shumë të lartë veshka, dhe sheqeri kalon nga gjaku në këto tuba dhe përthithet përsëri mbrapsh. Këto ilaçet thjesht nuk e lën sheqerin të përthithet, e lën sheqerin të dalë jashtë. Pra duke ulur sheqerin, duke lënë sheqerin të dalë jashtë, ato thjesht ndihmojnë që të ulin në nivelin e sheqerit të gjak. Kjo vlerë zakonisht në mënyrë natyrale ke neve ndodh kur sheqeri në gjak është më shumë se 180 mg për decilitër. Tjetër, po sigurisht që do krijojë probleme me dehidratimin, do krijojë probleme me rritjen në peshë zakonisht. Tjetër mjekim është thiazolinediones. Janë ca emra shumë të çuditshëm, ata që janë diabet janë shumë familjar me këto, me fjalë, të tjerët, me fjalë, mund të duken për thonë kinesë për ne, me fjalë. Këto veprojnë pothuajse në nukleusin ose në bërthamën e qelizave. Thjesht, si më thënë, jep një farë ndryshimi në pjesën gjenetike në mënyrë që ato të pranojnë insulin, të pranojnë glukosë brenda, të bëjnë insulin sensitivity. Prapë është një veprim të, siç u thash, me fjalë, ata japin mundësi
gjakut të heqi sheqerin, kupton, por aman dëmtojnë qelizën në këtë mënyrë. Mjekimi më kontradiktor në diabetin e tipit të dytë është insulina. Siç u thash, dikur quhej diabeti jo insulinovartës. Sot mjekohet fatkeqësisht edhe me insulinë. Edhe një herë, kemi insulinë të lartë në gjak, kemi rezistencë në insulinës dhe kemi dhe sheqer të lartë në gjak. Marrja e insulinës nga jashtë nuk është se ne nuk na mungon. Nëse ne na mungon insulina, ne jemi diabeti tipit të parë dhe ai mjekohet shumë mirë me fjalë me insulinë ose diabeti LADA. Ne jemi diabeti tipit 2. Në diabetin tipit 2 ne kemi mbi prodhim të insulinës dhe qelizat pavarësisht se janë mbi lodhur, kanë mbi prodhuar, kanë ulur prodhimin e insulinës pikërisht sepse ajo nuk punon, jo se nuk ka më insulinë në gjak. Pra kemi insulinë në gjak, ne japim insulinë nga jashtë. Pra ky është ilaçi, sidomos insulina dhe sulfanilurea, janë dy ilaçe për të cilat unë i këshilloj çdo lloj pacienti me diabet të ridiskutoj me mjekun e tij endokrinolog të diabetit për të riparë çfarë do bëj me këto ilaçe. Ndërsa metformina është një ilaç i provuar që punon goxha mirë me fjalë. Mos harroni diçka, do që hemoglobina e glukozuar që matet që duhet të jetë mbi 6.5 që të diagnostikohesh me diabet, por aman edhe kur je ndërmjet 5.6 dhe 6.5-s, që ai që quhet prediabet, në këtë fazë jepet metformina dhe e cila funksionon shumë mirë. Pra ky është mjekimi konvencional ose mjekimi deri tanishëm, ai që ju thashun që ka 70 vjet që diabeti mjekohet, po nuk shërohet absolutisht, dhe ka rreth 10 vjet që diabeti ka filluar të shërohet duke hequr këto ilaçe, duke mos mbajtur më mjekim. Grup tjetër i dyanshëm është ajo që quhet Ozempiku i famshëm, ose ilaçet i quhen GLP-1 agonist, ose kopjojnë ose japin të njëjtin efekt si një hormon i cili prodhohet nga zorët tona. Dhe kjo jep këtë që quhet efekti i Ozempikut, i cili ulur oreksin, ndikon në mos prodhimin e glukagonit edhe të tjera. Me këtë do flasim në një video më vete për ato. Keni parasysh diçka që mjekimi me Ozempik është dikur që i vlefshëm edhe i nevojshëm për persona me diabetik, sepse s'kishte alternativa të tjera, ndërsa sot abuzohet jashtëzakonisht shumë me vlerat dhe sidomos me dozat e tjera, dhe krijon atë që quhet fytyra e Ozempikut, që janë realisht ka krijuar goxha dëme, sidomos probleme sociale dhe probleme absolutisht edhe shëndetësore. Kjo ishte pak a shumë pjesa konvencionale ose diabeti që ne njohim sot. Në videon e ardhshme do flasim për mjekimin metabolik të diabetit. Me fjalë, jo vetëm mjekimin konvencional që thash konsultoheni me mjekun tuaj endokrinolog, po do flasim siç mjekohet, ka 10 vjet që mjekohet në klinikat më të mira të diabeti në mënyrën metabolike. Deri në videon e ardhshme, ju uroj shëndet të plotë të gjithëve. Mirupafshim.